prej rënojave të së shkuarës, ëndra të reja marrin jetë. Ajo që u shkatërua tani është rindërtuar, më e fortë, më e bukur dhe e mbushur plot shpresë. Të jesh dëshmitare e rritjes së tyre çdo ditë është si një rikujtim i bukurisë së mundësive të reja. Në kopshtin Isuf Fera, ne kemi rindërtuar më shumë se struktura të forta. Kemi krijuar një të ardhme plot mundësi. Ngjitur me kopshtin, palestra e re e shkollës qëndron si simboli një jete të shëndetshme, ku nxënësit rriten jo vetëm akademikisht, por edhe fizikisht. Në shkollën e mesme të bashkuar Jusuf Hoti, ne po ndërtojmë të ardhme më të mirë për çdo fëmijë. Këto hapësira të reja krijojnë mundësi që nxënësit të mësojnë më shumë dhe të nxisin inovacionin. Kur hyn në këtë laborator, ndjej si idetë mia mund të bëhen realitet. Këtu jo vetëm që mësojmë, por ndërtojmë dhe ndërrojmë për të ardhmen. Në shkollën 9 vjeçare Zyber Sallaku, fëmijët janë në qendër të një qasjeje të re mësimore, ku hapësirat moderne ndërtojnë bazat për kreativitet dhe bashkëpunim. Këto klasat të reja janë më shumë se sa hapësira. Këto janë vendet ku nxënësit eksplorojnë potencialin që kanë dhe për mua është nder të jem pjesë e zhvillimit të tyre. Këto shkolla janë simbole të qëndrueshmërisë dhe një të ardhmeje plot shpresë për brezin e ri.